Maqedonia ende nuk ka kërkuar në mënyrë zyrtare nga autoritetet e Tiranës mendim për ndërtimin e hidrocentralit në fushë të Llukovës, pasi projekti ndodhet vetëm në fazën ideore. Ministri i Ekonomisë në Maqedoni, Valon Saraqini, tha se hidrocentrali nuk mund të ndërtohet nëse Shqipëria është kundër, pasi Shkupi nuk mund t'i shkel marrëveshjet ndërkombëtare për projektet ndërkufitare. Ne oficialisht nuk mund të kërkojmë nga qeveria shqiptare për nga dhënë mendim në lidhje me këtë projekt, duke patur parasysh se ne nuk kemi ende projekt final. Momentalisht projekti nuk ka as të siguruara mjete financiare, do thot banka botërore ende nuk ka siguruar kredi për këtë projekt. 2. Nuk ka ende projekt final dhe nuk ka studim mbi ndikimin e ambientit jetësor. Gjithashtu, në mbledhjen e qeverisit, vetë kryeministri në pyetjen time dhe në pyetjen e ministrit të ekologjisë, thotë që në momentin kur studimi tregon që ky projekt mund të ketë ndikim negativ në ambientin jetësor, ky projekt nuk realizohet. Ministri i Ekonomisë në Maqedoni, Valon Saraqini, për hidrocentralin në fushë të Llukovës ka diskutuar edhe me ministrin shqiptar të tregtisë dhe energjetikës zotin Damian Gjiknuri në takimin e zhvilluar në Shkup në nëntor të vitit të kaluar. Vendosim që të kemi një grup të përbashkët për të punuar në nivel teknik, për të parë impaktet, për të parë historikun dhe mbi gjitha kush janë instrumentat e nevojshëm aktual apo të nevojshëm që mund lindin për të gjetur zgjidhjet në përputhje me detyrimet që kanë të dyja vendet me instrumentet ndërkombëtar, por dhe regjimin e urave bazuar në marrëveshjet që tashmë kanë krijuar një traditë mes dy vendeve tona. Por është shumë e rëndësishme të theksohet, dhe kjo është e mirë edhe për publikun e dyja vendeve, që jemi duke diskutuar, nuk po ja lëm këtë gjë as spekulimit, as rastësisë, por punës së përbashkët të dy autoriteteve nga të dyja krahët e kufirit në mënyrë që zgjidhja të jetë e pranueshme dhe në dobi të dyja vendeve. Ministra shqiptar në qeverinë e Shkupit sigurojnë qytetarët e Dibrës se do ta bllokojnë ndërtimin e hidrocentralit në fushë të Llukovës nëse rrezikohet ambienti jetësor. Riyad Murati, Top Channel, Shkup.